Në 5 lokacione të ndryshme në vend, organet e rendit u vu në aksion. ECAK i Prokurorisë Speciale dhe Policisë së Kosovës, mëngjesin e së martës ishin Prishtina, Peja, Prizreni, Vitia dhe Drenasi. E gjithë kjo në kuadër të aksionit White Star. Kjo operacion i organeve të rendit në Kosovë u mbështet edhe nga Europoli, autoritetet e Belgjikës, Francës dhe Holandës. Ndërsa në shënjesër u vun persona që dyshohen se merren me krim të organizuar, trafikim me narkotik dhe pastrim parash. Si rezultat u arrestuan 5 persona. 5 persona janë ndaluar me vendim të prokurorit special për 48 orë në ndyshimin për përfshirje në vepra penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve si dhe pastrimi i parave. Në kuadër të këtij operacioni u sekuestruan edhe prova dhe mjete të ndryshme. Detaje për to dhanë përmes një komunikate të përbashkët, policia dhe prokuroria. Gjatë realizimit të urdhër kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar prova relevante dhe pasuri të specifikuara duke përfshirë 6 armë, 5 karikator, lëndë narkotike e llojit kokainë 9.67 gram, fara mbjellësit e llojit marihuanë 35.18 gram, 239 fishek, 25 telefona, 8.595 para të gatshme në euro, 10 automjete dhe një motociklet, 10 kompjuter, 13 USB dhe një DVR 16 ora dore. Detaje për këtë aksion dhanë edhe nga Europoli. Mesazhet e koduara të Sky ACC ndihmuan hetuesit të zbulonin një rrjet të krimit të organizuar me bazë në Kosovë, të përfshirë në trafik droge në shkallë të gjerë, pastrim parash, dokumente mashtruese dhe vepra penale me armë në të gjithë Evropën. Pas një hetimi 3 vjeçar të mbështetur nga Europol, autoritetet arrestuan 5 të dyshuar kryesor gjatë një dite aksioni në Kosovë, që nga fillimi i hetimit, 42 të dyshuar të hetuar, 76 ambiente të kontrolluara dhe 80 milion euro në asete kriminale të sekuestruara. Ndryshe gjatë gjithë kohës në vendngjarje qëndruan monitoruesit nga Europoli, si dhe monitorues të tjerë të huaj nga shtetet evropiane.